Kur ka shkuar profeti a.s. natën e Mirajit, i kaloi qejt dhe i takoi profetet dhe u afru afër sundusit gjithësisë, tha Xhebrail Emini, i tha, Muhammed, tha, këtu është kuviri im, ti duhet vazhdosh. Tha, ku jam tretur unë, kush jam unë që të vazhdoj dhe ti të mbetesh? Tha, drita e Zotit është me ty. Dhe Muhamedi a.s. vazhdoi dhe Xhebraili s'kishte shans ta hidhte në hapse digje i tëri. Dhe u afru deri afër të Madhit, Zoti qofshin fal, se ai e kishte thirrur si mikun e tij. Dhe kur u afru dhe ndjehu rahmetin dhe mëshirën e tij, dashurinë e tij, faljen e tij, butësinë e tij dhe afrimitetin e tij, tha fjalë të famshme, e madhi Zot, tha, Ademin ti vet e krijove, Nuhun nga përmbytja e madhe e shpëtove, Ibrahimin mik të ngushtë e zgjodhe, me Musan drejt për drejt i fole, Isan shumë e nderove, të qofsha fali madhi Zot mua, ku më klasifikove? Tha Muhammed, mos haro, ku tashmë ti je ngritur dhe ka ardhur, asnjë tjetër nuk ka ardhur nga krijesat. A je i kënaqur që mbas emrit tim, unë do të vendos emrin e famshëm Muhammed. La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah, shvula e madhe ynore, shëndosi madh suprem Zoti, rruga për shkuke ai, është një nder i madh që është rruga e Muhamedit a.s. Nder i madh për Muhammed Mustafan,